Irani ka lëshuar raketat drejt Kuvajtit dhe Bahreinit duke shënuar për shkallëzim të luftës, ndërsa Shëbat kryen sulme të reja ndaj ishullit iranian Xheshem. Më herët ushtria amerikane deklaroi se kishte çaktivizuar një cisternë nafte që po lëndonte drejt një porti iranian, duke goditur me një raketë AGM-114. Hellfire, aeroporti në Kuvajt është goditur nga dronë dhe raportohet se ka disa të plagosur, fluturime ndërkaq janë pezulluar. Autoritetet kanë deklaruar se është aktivizuar një plan emergjence pasi terminali i një u godit nga dronë dhe raketa iraniane. Ministria e Brendshme e Bahreinit deklaroi se janë aktivizuar sirenat e alarmit dhe u bëri thirrje qytetarëve dhe banorëve të ruajnë qetësinë dhe të drejtohen në vende më të afërt të sigurt. Edhe në Kuvajt, mbrojtja ajrore ka shkatruar raketa dhe dronë. Irani ndërkaq po sulmon bazën amerikane Harfiani dhe bazën ajrore Ali al-Salam në Kuvajt. Shpërthime janë dëgjuar në Erbil të Irakut dhe në Arabinë Saudite. Mediat iraniane kanë sinjalizuar se bisedimet mes Iranit dhe Shëbat janë në vazhdim një ditë pasi u raportua se Irani i kishte pezulluar ato. Megjithatë, negociatori kryesor iranian ka kërcënuar me përshkallëzim të mëtejshëm nëse vazhdojnë sulmet izraelite ndaj Libanit.